Thënie të mençura nga Platon. Platoni bashkë me mësuesin e tij Sokratin dhe nxënësin e tij Aristotelin kanë hedhur bazat e mendimit filozofike perëndimor. Citojmë disa prej thënieve të tij. Oligarki është një qeveri e bazuar mbi pasurinë, ku të pasurit sundojnë e të varfërit nënshtrohen. Çfarë nuk njihet e nuk zotërohet, as u jepet dot të tjerëve, as u mësohet. Liri do të thotë jesh zoti i jetës tënde e të mos mbështetesh tek pasuria. Të jetosh mirë e të jetosh me nder është e njëjta gjë. Dashuria është zotrimi i vazhdueshëm i mirësisë. Rreth një personi mund të mësosh më shumë në një orë lojë se në një vit bisedash. Njeriu i lirë nuk skllavërohet kurrë. Ai është për herë i lirë qoftë edhe në burg. Në vitet e para të shkollës, mësimi duhet të jetë një lloj loje për fëmijët, në mënyrë që të jetë më lehtë të dallohen prirjet e tyre natyrore. Fjalët e reme nuk janë të këqija vetëm në vetvete, por ato i ngjisin shpirtit të keqin. Po të ekzistonte një vend me njerëz të mirë, gara që bëhet për të qeverisur do të bëhet për të mos qeverisur, sepse qeveritari vërtet nuk synon të mirën e vet, por të mirën e qytetarëve. Mos shkurojoni kur dikë që po përpiqet të bëjë përpara. Nuk ka rëndësi se sa i ngadalshëm është. Njerëz të mençur flasin sepse kanë diçka për të thënë. Budallenjet sepse duan të thonë diçka patjetër. Retorika është arti që qeverisë mendjet njerëzore. Asgjë sa dashuria nuk mund t'i jap njeriu ato parime që i duhen për të jetuar një jetë të ndershme. Nëse njerëzit janë të zgjuar dhe pleqëria është e durueshme. Nëse nuk janë të zgjuar, rezulton e padurueshme, jo vetëm pleqëria, por edhe rinia. Në brendësinë time s'më bind askush përveç arsyes. Shpirti i njeriut është i pavdekshëm dhe i pashkatrueshëm. Ushtrimi fizik, edhe kur është i detyruar, si bën dëm në trupit, ndërsa njohuria e detyruar nuk hyn në trup.